bashkëpunimit që ka qenë Raba me bashkinë Roskovec, bashkëpunimi i cili është i kahershëm. Qendra ABA organizon këtë trajnim sot, i fokusuar kryesisht në kohën e vjeljes së ullirit. Jemi, mund të themi, në një farë revolucionin teknologjik, pasi gjithmonë ka qenë një opinion për një vjelje të vonë të ullirit, por nga trajnimet e shpeshta që kemi patur, tashmë fermerët janë të bindur që koha më e përshtatshme e vjeljes është atëherë kur kemi rreth apo pak më shumë se 50% të frutit të nxirr ose të larosur. Pra, ky është momenti më i përshtatshëm. Dhe po të shikojmë sot, fermerët janë në intensitet që kanë filluar duke vjelur etj etj. Por do thosha, në funksion të kultivarit, nëse kemi që fruti ka mbi 50% të nxirr, është koha më e përshtatshme që kemi dhe sasinë e duhur dhe ajo që ka shumë e rëndësishme, kemi cilësi. Sepse cilësia pastaj është absolutisht elementi që, si të thuash, të shkojë te konsumatori dhe çan tregun. Nëse do vonohemi, absolutisht që pastaj do kemi infeksione masive nga miza e ullirit, e cila çon drejt për drejt në prishjen e cilësisë të frutit dhe pastaj ndikon drejt për drejt në një vaj jo cilësor. Kështu që do rekomandonim që për gjithë fermerët, të cilat në parcelat e tyre kanë kultivare të cilat janë më shumë se 50% të frutit të larosur apo të nxirr, do themi më qartë, kjo profesor ka të bëjë me, si thosh, me atë ulli me çdo ulli e ka të 50% apo sipas varieteteve. Pra, siç e theksova, në funksion të kultivarit, kur kultivari ka ardhur në këtë moment që ka frutin 50% të nxirr, absolutisht që është koha. Një kultivar mund ta ketë sot, kultivari tjetër mund ta ketë pak më vonë ose e ka patur pak më herët. Pra, ne për të orientuar praktikisht fermerët është kjo, që nëse shkon në parcelën e tij dhe shikojnë këtë situatë që kemi këtu, ku kemi pra 50%, më shumë se 50% larosje, është momenti më i duhur. Është në kohën më të përshtatshme. Po të shkojmë diku përpara. Po të shkojmë këtu për shembull, ja. Ja, po të shkojmë këtu, absolutisht. Është e njëjti, por në funksion të ngarkesës është edhe koha e nxirjes. Po të shikosh atje ka një ngarkesë më të madhe, nxirja është pak më vonë. Ndërsa këtu ngarkesa është shumë e pakët, edhe kemi arritur. Mund të themi që këtu po shkojmë drejt kalimit të kohës së përshtatshme. Kështu që nuk duhet të lejojmë që të vim kaq shumë. Pra, siç u thash, erdhi 50% e nxirjes, koha më e përshtatshme për vit. Pavarësisht se ne themi shumë thjesht, kjo është një dhënë bazuar në një studim disa vjeçar që ne Universiteti Bujqësor i Tiranës kemi kryer në bashkëpunim me një projekt shumë të mirë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Virginia Tech University, nga kur në 10 vite kemi bërë pikërisht për të parë kohën e përshtatshme, korelacionin si thuaç ndërmjet vjeljes dhe cilësisë së vajit për sa që do kemi. Kështu që fillimisht kemi patur një veçorësi shumë të madhe me fermerët nuk bindeshin, tash shikoni, jemi absolutisht që kemi një farë përqafimi apo një farë dakordësie që erdhi ky moment, sepse nuk ka, por arriti në pikë e ka asimiluar vajin dhe s'kemi sa ta fusim pastaj në hapa të cilat mund të çojnë në prishjen e cilësisë së vajit, e cila, siç ju thash, është shumë e rëndësishme, domethënë, të jemi të kujdesshëm që mos kemi fare pothuajse prekje nga miza e ullirit, që është faktori kryesor. Për këto dhe më shumë, na ndiqni te qendra abaonline.al për shumë këshillime të tjera lidhur me kultivarin e ullirit. Gjatë punës mora dhe eksperiencë për kultivimin e ullirit. Se neve zakonisht kishim një sjot, kotruçi i themin e zonës tonë, edhe tec. Në 4 ullit dhe fatë. Tani, kemi gjithë kultivar të tjerë. Ky lloj ulliri që thua ti, hyn pak më përpara nga koronet. Ky. Edhe një të jemi të qartë. E kemi thënë shumë të thjesht problemin, me qëllim që fermerit mos jetë, si thosh, me pikpyetje. Pra nuk po futemi duke thënë cilësitë e këtij kultivari apo atij kultivari. Po themi, në kultivarin që keni në parcelën tuaj,
në is kultivar, çfarëdo që të keni, në momentin që fruti ka arritur 50% larosje, është koha e përshtatshme e vjedhjes. Kjo është një konkluzion i dalë mbi bazën e një studimi shkencor. Pra në qoftë se kemi mbi 50% të frutit të larosur apo të nxirr, është koha më e përshtatshme për të vjelur, sepse nuk sasia e vajt është okay, dhe e dyta është cilësia, thamë. Është sasia e vajt e dur dhe cilësia e dur.